Pas pothuajse një viti në qeveri, krahu i Aleancës për shqiptarët i udhëhequr nga Arben Taravari, braktis qeverinë udhëhequr nga kryeministri Kristian Mickoski. Kështu bëjnë të ditur nga kjo parti burime të besueshme të televizionit Koha, të cilët kanë bërë të ditur se arsyet e daljes nga koalicioni qeveritar do të publikohen pas mbledhjes së sotme, që është caktuar të fillojë në orën 19 në selinë e partisë në Tetov. Kryetari i Aleancës për shqiptarët Arben Taravari, në hapjen e shtabit zgjedhor për zgjedhjet lokale në Vrapçisht, njoftoi se organet e partisë do të vendosin për daljen nga koalicioni qeveritar dhe se vendimi përfundimtar do të shpallet së shpejti. Ai njoftoi se do të flasë personalisht me kryeministrin Mickoski për ta informuar qartë dhe saktë për vendimin. Në koalicion, vlerësoi Taravari, ata nuk morën mbështetje për ndryshimet që shqiptarët kërkonin dhe prisnin. Ai shtoi se nuk dëshiron që ata të jenë kukulla në qeveri. Aleanca për shqiptarët ka vendosur që nesër, se mbas nesër, në organet partijake të vendosën me dinjitet kur krejt vrapojnë për ty në qeveri, ne jemi mësuar dalim prej qeverie për të kthyer më fuqishëm, sidomos në pushtetin lokal e mandej edhe në pushtetin qendror. Duam, kur jemi në qeveri, mos jemi kukull. Ndryshe, Arben Taravari në cilësinë e kryetarit të Aleancës për shqiptarët në zgjedhjet e vitit të kaluar, ju bashkua koalicionit të bllokut opozitar të quajtur Vlen, që përbëhej nga Lëvizja Besa, Partia Lëvizja Demokratike, Alternativa dhe Lëvizja Vetvendosje. Pas përfundimit të zgjedhjeve, koalicioni Vlen bëri koalicion me kryeministrin Kristian Mickoski, ndërsa pakënaqësitë filluan kur Arben Taravari nga Vlen u akuzua fillimisht se bashkëpunon me BDI-n dhe më pas doli me qëndrim se në zgjedhjet lokale në muajin tetor do të garoje vetme si parti me lista të këshilltarëve, që edhe më shumë e zgjeroi hendekun e krijuar brenda koalicionit Vlen. Pas këtyre zhvillimeve, Bilal Kasami, Izet Mexhiti dhe Zekiria Ibrahimi kanë bërë presion tek kryeministri Mickoski që me çdo kusht Taravari ta braktis qeverinë, pasi që bashkëpunon me BDI-n. Pas takimit kok më kok me Mickoskin, ky i fundit tha se Taravari ka konfirmuar se do të bashkëpunojë me BDI-n dhe i dëshiroi fat në bashkëpunimin e ri.